Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë se cila shenjë e horoskopit do të ketë fat me para. 8 shkurti shihet si një ditë e veçantë për energjinë e paras, biznesit dhe fitimeve. Yjet dhe planetet krijojnë mundësi që mund të sjellin përfitime të papritura ose vendime të zgjuara financiare. Horoskopi i kësaj dite ndihmon të kuptosh se cila shenjë ka më shumë shans për fitime dhe si të shfrytëzosh energji pozitive. Çdo shenjë ka karakteristikat e veta që ndikojnë në suksesin financiar, nga guximi i dashit tek intuita e peshqeve. Sot është një ditë për të qëndruar të vëmendshëm, për të marrë vendime të mençura dhe për të hapur dyert e mundësive financiare që yjet mund të sjellin. Dashi. Sot dashi mund të përfitoj nga energjia e fuqishme për të avancuar në biznes dhe fitime. Iniciativa dhe guximi juaj janë e kulm, duke ju dhënë mundësinë të bëni investime të vogla me potencial të madh. Në punë, projekte të reja që kërkojnë vendimshmëri dhe kreativitet mund të sjellin shpërblime të dukshme. Bashkëpunimet funksionojnë më mirë kur përdorni qartësinë dhe komunikimin drejt për drejt. Demi. Demi sot ka shansin të rrisë stabilitetin financiar përmes menaxhimit të kujdesshëm dhe vendimeve të matur. Yjet sugjerojnë të përqendrohemi tek investimet e sigurta dhe të shmangni rreziqe të panevojshme. Në punë, projektet e qëndrueshme dhe organizimi i detajeve do të japin shpërblime të dukshme. Bashkëpunimet profesionale sjellin fryte nëse jeni të qartë dhe të matur në komunikim. Binjakët sot përfitojnë nga kreativiteti i tyre për të përmirësuar gjendjen financiare. Yjet favorizojnë ide që mund të sjellin fitime të papritura ose mundësi biznesi jashtë rutinës së zakonshme. Në punë, aftësia për të komunikuar dhe ndarë mendime me kolegët mund të rezultojnë në projekte të suksesshme. Gaforja. Gaforja sot ka një intuit të fortë për mundësinë financiare dhe fitimet e ardhshme. Ndjeshmëria juaj ju ndihmon të zgjidhni projektet më të favorshme dhe të shmangni rreziqet e panevojshme. Në punë, mbështetja dhe bashkëpunimi me të tjerët mund të sjellin shpërblime materiale dhe rezultate të dukshme. Marrëdhëniet personale ofrojnë këshilla dhe ndihme për vendime të mençura financiare. Luani. Luani sot ka mundësinë të shfrytëzojë karizmën dhe vendoshmërinë për të fituar në biznes dhe projekte financiare. Yjet favorizojnë iniciativën, guximin dhe aftësinë për të marrë vendime të guximshme. Në punë, shfaqja e leadershipit mund të sjellë shpërblime ose rritje të përgjegjësive me përfitime. Marrëdhëniet personale mund të ofrojnë mbështetje dhe sugjerime për fitime të reja. Virgjëresha. Virgjëresha sot ka shansin të organizojë dhe menaxhojë financa me kujdes dhe saktësi. Yjet favorizojnë vendime të bazuara te analiza dhe logjika. Në punë, përpjekjet për të rregulluar detajet dhe planifikimi i strategjive mund të sjellin shpërblime të dukshme. Peshorja. Peshorja sot mund të përfitojë nga ekuilibri dhe diplomacia për të rritur mundësitë financiare. Yjet sugjerojnë negociata të suksesshme dhe bashkëpunim të frytshëm. Në punë, aftësia për të krijuar marrëveshje dhe për të komunikuar qartë sjell shpërblime. Marrëdhëniet personale mund të ofrojnë ide të vlefshme ose mbështetje për mendime të rëndësishme
financiare. Akrepi sot ka mundësi të përdor intensitetin dhe fokusin për të fituar para ose për të rritur të ardhurat. Yjet favorizojnë vendime të thella dhe projekte që kërkojnë përqendrim. Në punë, përkushtimi dhe vendoshmëria sjellin shpërblime të dukshme. Marrëdhëniet personale mund të ndihmojnë në identifikimin e mundësive financiare ose bashkëpunime të favorshme. Shigjetari sot mund të përfitojë nga optimizmi dhe energjia për të rritur fitimet ose për të identifikuar mundësi të reja biznesi. Yjet sugjerojnë të jeni të hapur ndaj eksperiencave të reja dhe mos hezitoni të merrni iniciativa. Në punë, kreativiteti dhe guximi mund të sjellin shpërblime të papritura. Marrëdhëniet personale mund të ofrojnë ide të vlefshme. Britsjapi sot ka mundësi të përdorën disiplinën dhe vendoshmërinë për të përmirësuar gjendjen financiare. Yjet favorizojnë planifikimin dhe vendimet e menduara mirë. Në punë, përpjekjet e qëndrueshme dhe fokusimi sjellin shpërblime të dukshme. Marrëdhëniet personale mund të ofrojnë mbështetje për vendime të rëndësishme financiare. Sot është një ditë për të vepruar me maturi. Ujori sot mund të përfitojë nga ide kreative dhe vizion origjinal për të rritur fitimet ose për të identifikuar mundësi biznesi. Yjet sugjerojnë që të shfrytëzoni mendimin jashtë kutisë dhe të merrni iniciativa të guximshme. Në punë, projektet inovative mund të sjellin shpërblime ose njohje. Marrëdhëniet personale mund të ofrojnë ide të vlefshme ose mbështetje. Sot është një ditë për të eksploruar mundësi të reja dhe për të vepruar me energji pozitive. Kujdes me veprimet impulsive. Peshqit sot mund të përdorin intuiten dhe ndjeshmërinë për të fituar ose për të përmirësuar gjendjen financiare. Yjet sugjerojnë të dëgjoni zërin e brendshëm dhe të përqendroheni në mundësi që përputhen me energjitë tuaja. Në punë, aftësia për të kuptuar nuancat dhe për të bashkëpunuar sjell rezultate të mira. Marrëdhëniet personale mund të ofrojnë këshilla dhe mbështetje për vendime të zgjuara financiare. Sot është një ditë për të analizuar çdo mundësi dhe për të vepruar me kujdes. Kujdes me investimet impulsive dhe shpenzimet e panevojshme. Dashuria dhe energjia pozitive ju japin qetësi dhe fokus. Përdorni aftësitë tuaja intuitive për të zgjedhur mundësitë më të favorshme. Sot është një ditë për të siguruar sukses financiar përmes ndjeshmërisë dhe vëmendjes ndaj detajeve. Dhe si përfundim, 8 shkurti sjell energji pozitive për para, biznes dhe fitime. Për secilën shenjë e horoskopit ka mënyrën e vet për t'i shfrytzuar. Dashi dhe Luani mund të përfitojnë nga iniciativa dhe guximi. Demi dhe Britsjapi u shërben planifikimi kujdesshëm. Binjakët dhe Ujori mund të krijojnë ide të reja. Faleminderit që na dëgjuat, një like, subscribe deri në videot e ardhshme.